Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes së tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si i zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi kushtetues një qëndrim të verbër kundër qeverisë paravan dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Velia në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në